Ish prokurori i Sarandës Sali Hasa do të rikthehet në qeli. Apeli i QKK-s ka lënë në fuqi vendimin e shkallës së parë për dënimin me 2 vite e 4 muaj burg për ish magjistratin e akuzuar për korrupsion, me ndryshimin që pjesën e mbetur të dënimit ta vuaj në qeli dhe jo në shërbim prove. 31 maj në vitin 2022, shkalla e parë dënoi Sali Hasën me 28 muaj burg, por ai kishte qëndruar një vit në paraburgim dhe pjesa e mbetur ju la 4 vite shërbim prove. Për tani, pas apelit, ish prokurori do të rikthehet në qeli për të vuajtur edhe 10 muaj burgim të tjerë. Sipas PAK, Hasak ishte përfshirë në një rast korrupsioni pasi ka pushuar një procedim penal kundrejt marrjes së parave për një kriminal. Me të u vënë në pranga edhe 5 persona të tjerë me akuzën e korrupsionit. Sali Hasa u deklarua fajtor për veprën penale e korrupsion pasiv i gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të drejtësisë. Dënimi total i dhënë për Hasën është 3 vite e 6 muaj burgim, i reduktuar përfundimisht në 2 vite e 4 muaj për shkak të gjykimit të shkurtuar, ndërsa sa i përket kartëmonedhave me vlerë 1.000 euro të sekuestruara gjatë hetimit do të konfiskohen dhe do të kalojnë në favor të shtetit. Shuma tjetër dhe 1.000 euro do të rikthehen të pandehurit, sipas vendimit të apelit.